në distancë të barabartë midis Afganistanit dhe Indis në Pakistan, në Rohtas Fort, një prej kështjellave më të famshme të gjithë pjesës të Pakistanit dhe Indis, e ndërtuar në vitin 1541 me mure të larta, me 4 kilometra mure, me 50.000 ushtarë që qëndronin brenda, dërsa sot me një fshat prej 3.000 banorësh. Në këtë drejtim është Kabuli, në këtë drejtim është Lahore dhe kufiri me Indin, 450 kilometra njëri, 450 kilometra tjetri. Pjesa më afërt është Kashmiri, ai që po e shihni në pjesën këtej, ndërsa në drejtimin tjetër është Irani, pra Persia, një vend kryqëzimi jashtëzakonshëm i rrugëve, ushtrive, perandorive dhe një prej pasurive të UNESCO-s që prej vitit 1997, një po quaj kështjell e mrekullueshme me mure të gjata dhe të larta, dhe jam në pikën më të lartë saj. Përballë është pallati mbretëror, ndërsa kjo këtu quaj kulla e varjes. Personi që do varej vendosej në një trekëndsh dhe lëshohej në këtë vrim pa arritur që të dilte poshtë. Ndërkohë, poshtë fare në pjesën e fushës janë duke luajtur kriket, një nga sportet më popullore të Pakistanit. Rohtas Fort, Pakistan.